Zoti Roy, për te oqeanit, Donald Trump, pra në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ka nisur luftën ndaj George Soros. Çfarë do të thotë kjo luftë e Trumpit ndaj Sorosit dhe sa rrezikohet Edi Rama në këtë rast? Pikës pari, unë nuk do ta zvogloja atë që po bën presidenca Trump duke e vendosur thjesht si një luftë ndaj një personi të caktuar. Presidenca Trump është duke shkaktuar një tërmet në politikën amerikane, është duke shndërruar natyrën e shtetit amerikan, është duke shndërruar mënyrën se si funksionojnë mekanizmat e shtetit amerikan, dhe ky është një proces që është i vështirë për shkak se kishte një mënyrë të rrënjosur, ku kishte shumë ndikim rrjeti i zotit Soros, por edhe rrjetet e tjera, sepse nuk është i vetmi zoti Soros që shtyn një agjendë liberale globaliste. Pra, transformimi i shtetit amerikan nuk është thjesht luftë e drejtë për drejtë me Sorosin. Megjithatë, George Soros është një pjesë e madhe e kësaj agjende dhe sigurisht që duke luftuar këtë lloj agjende, presidenca Trump do të marrë në shqyrtim të gjithë njerëzit të cilët kanë punuar në nivelet të dyta dhe të treta dhe sidomos në marrëdhëniet ndërkombëtare për të shtyrë përpara për të përparuar një agjendë të tillë globaliste. Dhe kryeministri aktual i joni, Edi Rama, njihet si një nga mbështetësit më të mëdhej të kësaj agjende, dhe sigurisht që edhe veprimet e tij do të shqyrtohen. Pikë së dyti do thoja që ka dhe një pikë të dytë që njerëzit duhet ta kuptojnë në Shqipëri, që është kryeministrat shqiptarë dhe ata që janë pjesë e Parisës Tiranës që ka sunduar mbi popullin shqiptar që nga rënja e komunizmit, nuk janë në shqyrtim thjesht për agjendën e Sorosit. Dosit e tyre janë, siç e kam thënë dhe më parë në emisionet e tjera, dosit e tyre janë mal, kanë dosje korrupsioni, hajnie dhe veprimesh të tjera kriminale, të gjitha palët, duke përfshirë dhe kryeministrin aktual, kështu që nuk është gjë e re që kryeministri i Shqipërisë është nën vëzhgimin e autoriteteve amerikane. Që me rikthimin e Donald Trump është vërejtur një distancim i administratës amerikane ndaj kryeministrit Edi Rama, dhe këtë kemi parë në disa evente ku ka qenë i pranishëm presidenti Donald Trump dhe ku Edi Rama ka tentuar që ta takoj, por ka dështuar. Çfarë po ndodh në raportet mes kryeministrit Edi Rama dhe administratës së Donald Trump? Me aq sa unë di, nuk besoj se ka marrëdhënie midis administratës presidentit Trump dhe njerëzve të zotit Rama, sepse qeveria e zotit Rama është një qeveri që edhe çdo qeveri shqiptare në fakt, që i përgjigjet një njeriu të vetëm dhe të gjitha rrjetet që funksionojnë rreth saj, i përgjigjen pushtetit të atij personit që është në krye në atë moment. Pra, kjo është edhe çështja kjo është edhe ajo që ndodh me zotin Rama tani. Nuk ka asnjë lloj marrëdhënie midis dy qeverive, pavarësisht përpjekjeve titanike të bëra nga njerëz afër Ramës, dhe arsyeja për këtë është shumë e thjeshtë. Siç e thash më parë, zoti Rama përfaqëson një rrymë mendimi krejtësisht kundër që shihet si armiku brenda administratës. Por edhe më e rëndësishme se sa kaq, marrëdhëniet midis Ramës dhe qeverisë amerikane mbaheshin në nivel të pranueshëm thjesht nga që administrata më parshme ishte në të njëjtën vijë mendimi me vijën e mendimit të zotit Rama. Tani që ra kjo vijë mendimi nuk ka më afërsi të tillë. E megjithatë, në marrëdhëniet ndërkombëtare konsiderohen shumë plane, konsiderohet plani i stabilitetit të vendit, i stabilitetit rajonal, i stabilitetit ndërkombëtar, dhe të gjitha këto po bëhen bashkë që e vendosin kryeministrin e Shqipërisë aktual të Shqipërisë në një pozitë shumë delikate dhe shumë të vështirë. Nuk duhet harruar që zoti Rama ka një proces të hapur në Shtetet Bashkuara të Amerikës, edhe në disa vende tjera evropiane, për sa i takon të vërtetës, por një proces i hapur që e mban atë peng të drejtësisë amerikane, pavarësisht nëse është kjo administratë apo një administratë tjetër, dhe vetëm arsye për cilën roli i tij
që ka punuar kundër shtetit amerikan nuk është i evidentuar më shumë, siç është në rastin e Sali Berishës për shembull, që është shpallur non grata, roli i tij nuk është evidentuar më shumë sepse është në kryet një shteti, është kryetari një shteti dhe funksionon në diplomaci parimi i noblesse oblige, që do të thotë që për sa kohë që dikush është në pushtet, për sa kohë që shqiptarët e zgjedhin këtë njerëz të drejtojë, me kufizime të caktuara, administrata amerikane do të ruaj balancën ose ekuilibrin me vullnetin e shqiptarëve. Zoti Roy, si e shpjegoni mungesën e kryeministit Edi Rama në Asamblenë e Kombeve të Bashkuara, i cili dërgoi atje vetëm presidentin Bajram Begaj dhe në një event kaq të rëndësishëm me shumë gjasa Edi Rama nuk do të kishte munguar? Ka një sinjal nga Shtetet Bashkuara në këtë rast që ka stopuar Edi Ramën? Përgjigjja zyrtare e autoriteteve shqiptare është që kjo punë bëhet me radhë, një herë shkon presidenti dhe një herë shkon kryeministri, po ajo është një përgjigje pa shumë vlerë reale, sepse në fundit siç e dim në shtetin shqiptar, zakonisht është kryeministri që ka peshën më të madhe fuqisë, dhe sidomos në rastin e zotit Rama, po dhe më parë zotit Berisha, po sidomos në rastin e zotit Rama, ai është një njeri që preferon të mbledh gjitha pushtetet dhe është një njeri që sundon mbi shoqërinë shqiptare sot. Pra të gjitha pushtetet janë në dorën e Edi Ramës sot. Dhe nëse vendos Edi Rama që duhet të shkojë ai dhe jo presidenti, ka shumë thjesht me anë të Ministrisë Jashtme që ta kryejë këtë punë. Pra, ndonë se përgjigja zyrtare është që kjo është çështje rradhe dhe presidenti është numri 1 i shtetit, e gjëra të tilla që formalisht qëndrojnë, në realitet zoti Rama nuk mundi dot të shkojë, megjithëse sepse e di që agjenda e tij nuk do të preferohet, megjithëse sepse e di që unë nuk besoj që është e vërtetë që nuk mund të udhtojë drejt Amerikës, sepse përsa kohë që nuk ka shpallje të një procesi gjyqësor ose të një vendosje nën atë që anglisht quhet indictment, që të hidhet përpara gjyqit, hedhin në gjyq, ai si kryetar shteti zakonisht lejohen. Edhe Gaddafi erdhi në Shtetet Bashkuara të Amerikës 6 muaj para se të ndodhte ajo që i ndodhi. Por ajo që e shtyn zotin Rama të mos vinë në një mbledhje kaq të rëndësishme, besoj unë, sipas mendimit tim, është fakti që atë nuk ishte për ta pritur askush këtu. Ai nuk do të mund t'ju hidhte propagandë syve shqiptarëve, ta gjine propagandës së tij shqiptarëve dhe t'ju thonte që ky ishte një takim i suksesshëm. Herën e fundit që ka ardhur është përpjekur të bëjë disa takime në komunitet ose të shkojnë në përdasma, por tani më ai e di që është në vëzhgimin e shumë kujt dhe do ta kishte të pamundur të takonte njerëz me peshë. Ndaj dhe ka zgjedhur që të dërgoj presidentin dhe ministrin e jashtme në takime formale, ndërkohë më duket pak e çuditshme, ndoshta jo për zotin Rama sepse ai e quan veten vllai Vučićit, por më duket pak e çuditshme që me shumë gëzim dhe me shumë hare ministri e sapo emëruar e jashtme publikon fotot me ministrin e jashtëm serb, i cili është një Marko Đurić, i cili është një genocidues i hapur i shqiptarëve, i cili shqiptarët do t'i çojnë hell. Unë nuk arrit ta kuptoj dot se cili është kuptimi diplomatik i saj, po ndoshta zoti Rama si vlla, që e ka vlla gjaku, që e ka zotin Vučić, do ja shpjegoj shqiptarëve.